dëgjojmë pak edhe opinionistët tanë. Armina. Arban, se doja të kapja pak atë pjesën që tha edhe Jonida, tek pjesa që këtu nuk është vendi për të bërë lojra apo për të pas konfrontime. Përkundrazi, unë mendoj që është vendi për të bërë lojra dhe për të pas konfrontime, sepse në fund të ditës ajo është një lojë. Dhe duke qenë që është lojë, loja do pasoj qoftë mekanizma mbrojtjeje, qoftë mekanizma sulmi, qoftë mirësi që do krijon aty brenda, histori dashurie të gjitha përfshihen, sepse janë 3 muaj bashkëtesë në një grup njerëzish dhe në fund të ditës është një lloj eksperimenti social i cili do t'i sjellë pasojat e të gjitha gjërave ashtu siç ka ndodhur. Unë mendoj që duke qenë që aty janë shumë njerëz brenda, sepse ne kemi shumë të vështirë që të arsyetojmë se çfarë po ndodh tamam, nuk e perceptojmë dot fiks nga jashtë, kush janë ngacmimet specifike që Sara bën, ndoshta kemi 1 ose 2 ide, por nuk e dim se si është jeta dhe bashkëtesa e përditshme. Duke qenë që aty brenda janë disa njerëz të ndryshëm, përfshirë edhe Dalja e Akilit, ne diskutuam egzagjerimin në komunikim nga ana e tij, por ai pati një shtys për të shkuar deri në atë nivel, edhe në pjesën që po diskutohet sot, duke qenë që biseda ka nisur me këto ngacmime që disa prej personave që janë brenda i quajnë të pahishme, unë mendoj që mos të shkoj situata në debate, në grindje, apo në situata të tilla ku Prime të dedikohet tek kjo gjë, mendoj që brenda përpara se sa të bëhen veprime, peticione apo situata të tilla, të sqarohen midis tyre. Pra, kush janë gjërat që ato nuk pëlqejnë dhe Sara të mundohet që ato gjëra që nuk pëlqejnë brenda, mos t'i bëj si pjesë të lojës së saj. Ky është mendimi im. Okej. Arbana, mund të themu diçka? Po i drejtohem Mozës. O Moza, po ç'a kemi gru? Po i që s'kam gjohë Po ç'a kemi gru? Po dure atë likë shpitime, nuk du për. Shiko. Jem vete? Atere, a mund të japu një këndvështrim timin? Atere, përsa i përket Sarës, ajo që po bën Sara, po, quhet lojë, dhe pra sa më takon si gjykuesi këtij veprimi, ajo çdo gjë që po e bën, çdo luftë të saj, po e bën me argument, dhe nuk po fyen njeri. Nuk po të dëgjoj mirë. Hape pak zërin. Ata... Sara thash, çdo debat që e ka, po e bën me argument dhe pa fyer njeri. Më dëgjove? E ke shumë gabim këtë, nuk ta mbështet fare. Më thuaj të lutem, kë ka fyer Sara, sepse dua ta di dhe unë dhe të shkruaj dhe unë peticionin. Unë kam marruar psikologji. Unë kam marruar psikologji, psikoterapi. Dhuna e ftohtë është shumë më të mërshme se sa dhuna e nxehtë. Ku ti bëri dhuna jo? Po më tris trupin, sepse është i ngarkuar, kishte kaluar një situatë me lirin. Po nuk jemi në kohë për shtu, Moza, që të kujdesem... Ma thyr rastin konkret, Moza, ma thyr rastin konkret që ndodhi. Po, do t'ishte jashtë. Ti mendon që do ishte okej të kisha ngrënë në grush? Jo. Do ishte okej. Jo, po këtë po thua. Këtë po thua që është okej, reagimi. Jo, ti the do i kisha ngrënë një grush. Nuk e tha shumë. Po, amano Moza, që është kjo? E pi që tha që është okej, e tha vetë. Pra, njeriu po, e tha vetë, si Krishti i thoshin, a je zoti i thoshin Krishti, ti po thua, kjo e tha vetë, që është okej, kupton? Pra, ka një mas durimi, se Akili mund të kishte bërë dhe të fundit, po kjo që është gru e martume, dhe me kalamoj ku do shkonte pasaj, a i prap do dite. Dhe kisha unë fajnë? Po, se për faj jetotimi? Për faj jetotimi? Angel, ju lutem dua të dëgjoj pak Angel. Atëherë, duhet bjem dakord si fillim që Akili nuk ka dalë për fajt askujt, përveç se të fjalëve të veta që kam nxjerrë nga goja e tij, të cilat nuk janë domosdoshmërisht konsekuencë e asaj që ka thënë Sara. Pra gjithë secili nga ne ka mundësi ta kontrollojë në vetdijen e tij apo në konsciencën e tij mënyrën se si do kundërpërgjigjet. Dhe unë mendoj që dy mikesha të mira. Jo. Ana që Unë mendoj, Moza, që dy mikesha të mira... Kush janë këto të dyja njerë, ma bëtë qarë, kush janë këto dy mikesha? Pra ju, ti edhe Gresa,
dy persona që ja donit shumë të mirën Akilit, më mirë ishte të marrë me Akilin se sa i kishit dhënë vëmendjen që i dha Sarës. Po s'kishte unë- nevojë. s'kishte nevojë Akili. Atëherë, unë Jo fini vetëm aq, po Akili s'kishte nevojë për njeri se ishte i mrekullueshëm. Patjetër. As krahasohet fare sjellja e Akilit me të kësaj. Patjetër. Më vjen keq. Patjetër atë e vendos, atë e vlerëson pastaj tjetër kush. Jo, atëherë unë doja të thoya një gjë, Gresa. Në momentin që unë e hap ekranin apo telefonin dhe më del Gresa duke folur për Sarën, kush merr vëmendje, ti apo Sara? Jashtëzakonisht. Neve kemi fol për Akilin. Kur Po, veç pak Angel, ti po Pra rëtha ju si Mikesha, po flisni për Sarën, por po bini në grackën, por bini në grackën e Sarës. E hiq, e dashur e hiqim Se Akilin. shumë i kena folë, si une, e si Odi, e si Romiri, e si Visi, Po, e të Akili tjera. hiku, ne po diskutojmë kot e bëri, kush e bëri dhe pse e bëri. Po diskutoj këte e tutje, vijimin pas daljes së ti. Nëse ju mendoni që Sara duhet të jetë jashtë apo të bëni peticion, ka forma më elegante dhe më strategjike për ta zhvilluar një peticion të brendshëm, pa ja kërkuar fare agajit. Pra ju po bëni atë që Sara do, ju po bini të gjithë në grackën e Sarës. Faleminderit shumë për këtë reklam që i bëre zonjush, zonjë kush po. Jo, nuk i vjen, bëra se reklam, di. se unë nuk Po, jam po. dakord fare Më me fal, sjelljen e më Sarës. fal. Ne këtu kemi ardhur për të luajtur, po jo për të bërë intriga. Shumë e vërtet. Ne kemi ardhur për prit të Mos mbaroj. Është pjesë e lojës ajo. mos Të mbaroj Është pjesë e Mos lojës. u bë pjesë e intrigave të Më Sarës. fal, ti. më fal. Cilat Ne intriga? këtu kemi ardhur të ndërtojmë shpirtin. Okej, që është gjë shumë e rëndësishme se sa ato lekët e çmimit. Po, Atëherë. fol Adi. Mund të flas pak? Jo, një sekond ta mbyll pak me Mozën. Moza, energjia jote është aq e çmuar, e vyer, koha. A mendon që duhet ja dedikosh dikujt që ti nuk e O konsideron? zemër, unë s'ka marrë këtu me netin diferente ndaj fenomenit Ah, njerëzor okay, për ca lekë që do ajo marrë në është- fund. Okay, Ai në po- Tereziti, unë jam i rinë rreth parë. Okej, atëherë vazhdo mirë me Po Sarën. Moza, nëse do të fitosh, Unë do nuk t'jap një merrem me këshill. Sarën, po unë merrem me shokët e mi që janë bezdis për saj, se me këtë s'jam marrë asnjëherë. Po këto kanë Për ardhur Sarën dhe po kanë- flasim, apo kanë flasim gjetë për derën Sarën? time me trokit. Apo Kupton? flasim për Sarën tani? Po ti po flet për Sarën, unë po flas për shokët. Vazhdo ti okay. fol atë, unë flas Okej, për në shokët, rregull. okej? Vazhdo ti. Që ne duhet të rrimë të gjithë. Kështu, gjithë duhet të rrimë gafil. okej. Na vran shokun. Na vran shokun. Nuk po dëgjoj nga duar trokitjet. Po jo, më zemër, Po për jo. Sarën po flasim, pra ta nxjerrim apo ta mbajmë brenda? Bo qa dush me të se është bo me e urt. Okej, po e lëm pra s'po e nxjerrim. Sara ri aty. Okej.